Në kufitës së pabesueshmes është ajo që ka ndodhur dje në Fadil Vokri. Granit Xhaka është vërshëlluar nga stadiumi dhe tifozët shqiptar sa herë që prekte topin në ndeshjen mes Kosovës dhe Zvicrës. Pamjet nuk kanë nevojë për shumë koment. Sa herë që Granit Xhaka prekte topin, e gjithë stadiumi vërshëllente, duke krijuar një situatë të rësisht të pakëndshme, por njëkohësisht dhe duke ngjallur shumë polemika në përfundimin e takimit. Disa kohë më parë, Granit Xhaka çoi 5 shqiptarët me shqiponjën e bërë në Serbi, ndërsa tani pritet me vërshëllima nga ana e tifozëve shqiptar. Por përse ndodhi një skenë e tillë? E kemi thënë edhe më parë që jo vetëm Granit Xhaka, por të gjithë lojtarët e tjerë tanët që luajnë te Zvicra luajnë me dy porta. Një tjetër intervistë japin në mediat shqiptare dhe një tjetër intervistë në mediat e tyre, në këtë rast në mediat e Zvicrës. Ishte disa tajë radhazi që Granit Xhaka shprehej se lojtarët janë te Kosova dhe kishin mundësinë të vinin te Zvicra, e morën këtë vendim pasi nuk mund të luanin dot te Zvicra, duke ofenduar në një farë mënyre cilësinë dhe futbollistët ardan. Por njëkohësisht, kjo shërben edhe si një thirrje për lojtarët e tjerë që duhet të zgjidhin Zvicrën përpara Kosovës apo Shqipërisë. Në këto kushte ishin të shumë tifozët që e vërshëlluan Granit Xhakën sa herë prekte topin, ndërsa në momentin e zvendësimit të tij, stadiumi u nda mes duartrokitjeve dhe vërshëllimeve. Menjëherë pas ndeshjes, Granit Xhaka tregoi gjithë habin në mediat zvicerane. Unë u surprizova shumë, ashtu si edhe ju. Kjo ishte gjëja e fundit që unë prisja të ndodhte, veçanërisht në shtëpi. Më dhëmb, por duhet të jemi sinqert, më duhet ta pranoj, pavarësisht se nuk më pëlqen. Ky është futbolli. Jam i lumtur për çdo minutë dhe për çdo tifoz të Zvicrës që erdhi këtu. Sot kemi bërë shumë zviceran që të ndihen të lumtur, tha Granit Xhaka pas ndeshjes. Gjithashtu mes fushori shqiptar e shprehu të gjithë nervozizmin e tij pas përfundimit të takimit. Xhaka ka pasur një diskutim shumë të ashpër dhe me nerva me kryetarin e tifogrupit të Dardanëve, duke i kërkuar shpjegime për vërshëllimat që ishin në drejtim të tij. Një bisedë bërë në gjuhën shqipe, ndërsa pranë Xhakës ndodhej edhe një zyrtar i Zvicrës, duke parë tensionet e larta dhe pa e kuptuar gjuhën. Zyrtari i Zvicrës tentoi të kapte Xhakën dhe ta hiqte nga aty, pasi mendonte se situata mund të shkonte akoma më keq, duke parë tonin e zërit gjatë bisedës. Megjithatë, Xhaka i kërkoi që ta lëshonte dhe vazhdoi më tej, duke vazhduar diskutimin për të shfaqur të gjithë mllafin dhe befasinë e tij për mënyrën se si u prit në Kosovë dhe se si u vërshëllye gjatë gjithë takimit.